Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum wa qtada bihadyihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'du. Hamd falenderimet tona të përzemërta dhe të sinqerta I dedikojmë Allahut Azza wa Jall. Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qoftë mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë besimtarët muslimane që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi në takimet tona javore ku kemi përzgjedhur një ngjarje të rëndësishme në jetën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemi përzgjedhur që të komentojmë një hadith madhështor që ndryshe e kemi titulluar siç e dini edhe hadithi I Xhibrilit. Dhe padyshim që ky hadith dhe kjo ngjarje që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me Xhibrilin ka dobi dhe ka mësime të panumërta, andaj neve po mundohemi që të nxjerrim diç prej diturive të cilat na ka mësuar Allahu Azza wa Jall dhe diturive të cilat I kemi përfituar nga dietarët tanë që të shpalosim dhe të proklamojmë diç prej margaritarëve të dinit ton Islam përmes hadithit të Xhibrilit. Kemi arritur bashkë me ju tek përgjigjja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur I shkon një beduin, pra me tesha të bardha, me flokë të zeza, ai ulet afër xhunjeve të tij dhe I thot: "Ja Muhammed, akhbirni anil Islam", o Muhammed më trego për Islamin. Pejgamberi sallallahu përgjigjet: Islami është të dëshmosh shahadetin la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta agjërosh Ramazanin dhe e fundit si përgjigje për pyetjen se çka është Islami thot: "Wa an tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila." Dhe të shkosh në haxh, ta vizitosh Mekkën dhe ta kryesh ritualin e haxhit për çdo person pra I cili ka mundësi materiale dhe fizike. Andaj, haxhi, të nderuar vëllezër dhe motra, është kushti I pestë I Islamit, siç po e kuptojmë prej përgjigjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që vije pas namazit, zakatit, agjerimit dhe në fund përmbyllet kushtet e Islamit me kushtin e pestë që quhet kushti I haxhit. Çka do të thot fjala haxh? Ne kemi dëgjuar fjalën haxh, e kemi dëgjuar fjalën haxhi, por çka është për qëllim? A thua vallë. Fjala haxh, të nderuar vëllezër, është fjalë që rrjedh nga gjuha arabe, e që e ka kuptimin el-qasd, pra ka kuptimin gjuhën shqipe të kesh për qëllim diçka, të kesh target dhe synim një pikë të caktuar. Dhe në kontekstin sheriatik, pra në aspektin gjuhësor, përfitojmë që haxhi është një pikë synim I çdo besimtari dhe besimtareje për ta arritur kënaqësinë Allahut Azza wa Jall dhe për ta realizuar një prej 5 shtyllave kryesore të dinit ton Islam. Kjo në aspektin gjuhësor. Kurse në aspektin sheriatik fetar, dietarët Islam kanë thënë se haxhi është ziyaratu makanin makhsus fi zamanin makhsus bi fi'lin makhsus. Është vizita e një vendi të caktuar, të veçantë, në kohën e veçantë dhe me veprime të veçanta. Pra, vizita e një vendi të veçantë, në kohë të veçantë dhe me veprime të veçanta. Kur themi vend I veçantë, e kemi për qëllim, pra Mekkën, sepse aty është lidhësuar haxhi, dhe nuk ka qenë dispozit vetëm kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ka qenë edhe tek popujt e mahershëm haxhi, edhe tek pejgamberët e mahershëm. Dhe Kurejshitet e Mekës
e kanë realizuar haxhin, pra vizitën e Qabes së Shenjtë, edhe para ardhjes së Islamit, pra në formën e tyre. Andaj haxhi ka ekzistuar edhe më herët, pra kemi për qëllim vendi veçantë, është për qëllim haxhi dhe gjithashtu është për qëllim edhe Arafati si shtylla kryesore e haxhit. Kurse kur themi në kohë të veçantë, e kemi për qëllim pra kohën ku obligohet haxhiu të qëndroj në Arafat, pra kur fillon koha e Arafatit në ditën e 9 të muajit Dhulhijhe, pra e derisa ta kryen tawaful ifada, tawafin e haxhit, e të realizon disa prej obligimeve të tjera, kjo është koha pra që njeriu, haxhiu, muslimani dhe muslimania i realizon pra të gjitha ato shtyllat kryesore të haxhit. Dhe definicioni, pjesa e fundit të definicionit, pra me veprime të veçanta, pra kemi të bëjmë gjithashtu prej veshjes së ihramit, kur fillon edhe procedura e haxhit, e deri tek përfundimi i obligimit të fundit që bëhet pra haxhi lamtumerës dhe pastaj largohet njeriu nga Mekkeja. Pra kështu e kemi për qëllim pra pjesën e fundit të definicionit me veprime të veçanta të cilat do të shpjegojmë pakës më vonë. Çfarë dispozite ka haxhi? Si tha më herët, të nderuar vëllezër dhe motra, haxhi është shtyllë prej shtyllave kryesore të Islamit. Kurse në lidhje me dispozitat e haxhit ndërlidhen disa dispozita. E para, në esencë, haxhi është farz ain, është farz obligativ, obligim individual për çdo besimtar dhe besimtare, i cili i plotson kushtet materiale dhe shëndetësore dhe ka hyrë në moshën madhore dhe është i mençur dhe është musliman, e ka obligim që ta kryejë haxhin një herë në jetë. Dhe për këtë kanë ardhur argumente të ndryshme nga Kurani, Suneti dhe konsenzusi i ixhmai i dietarëve për gjatë periudhave historike. Sa i përket Kuranit, Allahu subhanahu wa taala na thot në njërin prej ajeteve kuranore në surën Ali Imran: "Walillahi 'ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Dhe për njerëzit është obliguar që ta vizitojnë Qaben, ta bëjnë haxhin për atë i cili ka mundësi. Pra ky ajet kuranor. Gjithashtu, prej sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në hadith nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Bunya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wal hajj was sawmi Ramadan." Është ngritur Islami mbi 5 shtylla: shahadetin e la ilaha illallah Muhammedun rasulullah, falja namazit, jepja e zakatit, kryerja e haxhit dhe agjerimi muajit të bekuar të Ramazanit. Që i bie se njëra prej 5 shtyllave që duhet patjetër ta kryej besimtari dhe besimtarja është edhe rituali i haxhit. Gjithashtu është shpallur ixhma dhe konsensusi i dietarëve të ummetit islam deri në ditët e sotme që haxhi mbetet prej obligimeve individuale për ata të cilët kanë mundësi ta kryejnë spaku një herë në jetë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh është pyetur në hadithin e Abu Hurajras, ku thotë: "Na ka ligjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: Ejuhan nas, qad farada Allahu aleikumul hajj fa hujju." O ju njerëz, Allahu azza wa jalla ka obliguar juve haxhin, andaj kryeni haxhin. Pastaj i tha një njeri: "E fe kullu amin ya Rasulullah?" Tha: "A në çdo vit, o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti, derisa e përsëriti 3 herë, çdo vit heshti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Law qultu na'am la wajabat." Sikur të thësha po, do të ishte obligim për çdo vit. Mirë po heshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe dietarët islam kanë thënë që haxhi është obligim një herë në jetë, e jo një herë në vit. Pra haxhi është obligim një herë në jetë për atë i cili ka mundësi. Pastaj
Dietarët islam kanë bërë diskutime se është obligim me njëherë, pra në momentin që njeriu i plotëson kushtet materiale dhe fizike, dhe ka hyrë moshën madhore, ka obligim me njëherë që ta kryej. Një pjesë e dietarëve thonë se duhet patjetër ta kryej me njëherë këtë obligim, e disa të tjerë e kanë toleruar që të kryet njëherë në jetë pa marrë parasysh se kurdo që e ke obligim, pra e rëndësishme është që ta kryesh haxhin. Mirë, po ajo që ka preferohet të nderuar vëllezër dhe motra është që në momentin që të vije mundësia ta kryesh haxhin, është mirë, dhe një pjesë e madhe dietarëve kanë thënë se është obligim, nga se neve nuk e dimë se kur do të na vijë afati vdekjes. Andaj, sa më i ri që ta kryesh haxhin, është më mirë sepse je më i fuqishëm dhe e kryen dispozitat e haxhit në mënyrën më të mirë dhe më të mundshme dhe më të bukur. Kurse kur të plakesh, e ke shumë më të vështirë që të kryesh ritualet e haxhit, dhe këtë e kemi parë me sytë e tonë. Andaj, sa më i ri që ta kryesh haxhin, do të jetë më i pranuar me lejen e Allahut Azza wa Jall, dhe do ta kryesh në formën më të bukur dhe më të mirë, qysh don Allahu dhe qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Lloji i dytë i dispozitës së haxhit është vajib. Obligim, por jo sikurse në rangun e parë. Kur kjo vajib është ndëruar vëllezër për ata persona të cilët jetojnë jashtë vendeve apo miqateve apo vendeve ku obligohemi ta veshim ihramin. Ata persona cilët jetojnë jashtë këtyre vendeve apo banojnë jashtë këtyre vendeve dhe pastaj hynë në Mekë, e kalojnë atë miqatin, vendin ku veshet ihrami, e kanë të obliguar vajib që ta veshin, pra që ta veshin ihramin, dhe e kanë obligim që ta kryejnë haxhin. Kjo e para, dhe e dyta, pra në qoftë se njeriu hyn pra në ihram si nafile dhe pastaj e kalon miqatin, atëherë ka obligim që ta kryej haxhin, sepse Allah Azza wa Jalla thotë wa atimul hajja wal umrata lillah, dhe kryeni haxhin dhe umrën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Sunnet është kur njeriu e ban jetë me kry si nafile. Pra kur e ban jetë me kry si nafile, mbetet sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lloji i katërt i dispozitës së haxhit është mekruh. Kur është mekruh? Mekruh është kur njeriu shkon e kryen haxhin pa e pyetur atë që e ka kujdestar në familjen e tij. Pa e pyetur babën, cilin e ka kujdestar. Në këtë rast është pra mekruh që të kryhet haxhi pa lejen e kujdestarit. Dhe dispozita gjithashtu prej llojeve, pra prej formave kur është mekruh kryerja e haxhit është kur gruaja e kryen haxhin pa lejen e atij që e ka mahram, pa lejen e atij që është përgjegjës për të, pra edhe në këtë rast është mekruh. Dhe forma e pestë e dispozitës së haxhit është haram, pra haxhi haram konsiderohet kur njeriu e kryen haxhin me para haram. Me para haram. Ani pse dietar thoi se nga ai bjen obligimi i haxhit të jetës, mirë po nuk shpërblehet për të për shkak të haramit. Allah e di më së miri. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra, prej gjërave që ja vlen t'i cekim në këtë takim është sepse dispozitat e haxhit nuk është që ka nevojë njerëzit të mësojnë çdo herë dhe vazhdimisht. Zakonisht dispozitat e haxhit i mësojnë ata cilët kanë për të shkuar në haxh, ose dispozitat e umrës i mësojnë ata që kanë për të shkuar në umre, sepse një pjesë e madhe dispositave kanë të bëjnë një herë në vit ose një herë në jetë. Andaj edhe njerëzit nuk janë kurrështar që të mësojnë çdo ditë ato dispozita. Andaj haxhi ka 3 lloje të praktikës së haxhit, apo 3 forma të kryerjes së haxhit. Ato janë haxhi ifrad, haxhi qiran dhe haxhi tamattu. Çka është haxhi ifrad? Haxhi ifrad, të nderuar vëllezër, është ky lloj i haxhit që nënkupton se haxhiu e bën jetë vetëm kryerjen e haxhit. Pra shkon drejt për drejt nga vendi i tij ku jeton, e drejt në Mekë dhe fillon drejt për drejt me ritualet e haxhit. Dhe ai e ban jetë para se të hyjë në vit tek vendi miqati ku duhet ta veshë ihramin, e ban jetë lebeik Allahumma hajjan. O Allah, prana ma këtë haxh, pra e ka qëllimin vetëm kryerjen e haxhit. Lloji i dytë
është qiran. Qiran është dhe nënkupton kur haxhiu e ban jetë ta kryej për njëjtën kohë umrën dhe më njëherë vazhdon me ritualet e haxhit duke qenë në ihram. Andaj e ban jetë pra haxhiu dhe detyrohet në këtë lloj të haxhit të pres kurban dhe e ban jetë o Allah labbaik Allahumma umratan wa hajja. O Allah pranoma si umre dhe haxh. Të dyjat së bashku pra dhe qëndron në ihram dhe fillon pasi ta kryen umrën më njëherë fillon me dispozitat e haxhit. Dhe i treti, lloji i tretë i haxhit, ndërsa vëllezër është haxhi tamattu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sikur Allahu të më mundsoj të shkoj edhe një herë në haxh, të kem jetë dhe të shkoj në haxh, do ta kryej ja haxhin tamattu. Haxhi tamattu të ndërsa vëllezër që shumica e haxhinëve ose përgjithësi haxhin ton kosovar e kryen këtë lloj të haxhit, i cili është normalisht i dakorduar dhe është i vendosur nga Bashkia Islame e Republikës së Kosovës, është ky lloj i haxhit ku haxhiu së pari hyn në ihram dhe shkon e kryen umrën, e bën jetë për umre, e pastaj zhvishet nga ihrami dhe qëndron për një periudhë të caktuar derisa të vije dita e 8 e Dhulhijhes dhe pastaj hyn në ihram dhe fillon me ritualet e haxhit. Pra dallimi mes qiran dhe tamattu është se në haxhin qiran e kryen umrën dhe haxhin më një herë. Kurse në haxhin tamattu e kryen umrën, largohesh prej ihramit, qëndron disa ditë, pra me tesha normale dhe pastaj kur të vije koha për ta kryer haxhin, i vesh ihramin aty ku je dhe pastaj fillon me kryerjen e haxhit dhe bën jetë në hotel aty ku je, i vesh ihramin dhe thua labbaik Allahumma hajjan. O Allah pranoma këtë haxh. Dhe ky është pra lloji që më shumë të njerëzit e veprojnë dhe është lloji që pejgamberi sallam po të kishte qenë gjallë do ta vepronte këtë lloj të haxhit. Ajo çka vlen të cekët të ndëruar vëllezër në raport me disa prej dispozitave, nga se dispozitat e haxhit janë të hollësishme, mirë po ne do të mundohemi në formë të shkurtuar disa prej dispozitave më të rëndësishme, është edhe njohja e shtyllave të haxhit. Pra, shtyllat me të cilat në qoftë se nuk praktikohen në haxhi është i kotë. Haxhi nuk pranohet tek Allahu Azza wa Jall. Dietarët islam nuk janë të një mendimi se sa janë shtyllat e haxhit, shtyllat kryesore të haxhit. Sipas xhumhurit, një pjesë të madhe dërmuese të dietarëve të mëdhëbit Maliki, Shafi dhe Hambeli, haxhi i ka 4 shtylla. Cilat janë ato? E para, ihrami, pra veshja e 2 rrobave, e dy petkeve të cilat vendosen mbi trupin e njeriut, tesha e bardhë që është e njohur, ihrami, e dyta është qëndrimi në Arafat, e treta është tawafi i haxhit apo tawaful ifada quhet ose tawafi i ziaretit, dhe e katërta është shkuarja në Safa dhe në Merwa. Kjo sa i përket xhumhurit. Shafit e kanë shtuar edhe një kusht kanë thënë është edhe prerja ose shkurtimi i flakëve, kurse tek medhhebi jon, medhhebi Hanefi, janë vetëm 2 shtyllat e haxhit. Është el-wuqufu bil Arafa edhe tawaful ifada. Është qëndrimi në Arafat, shtylla kryesore e haxhit, dhe është tawafi i haxhit që vije pas Arafatit. Por, sido që tjetë, për të dalur nga mospajtimin mesin e dietarëve, dhe për të qenë haxhi i plot, dhe për të mos u friksuar se Allah Azza wa Jalla na pranon ajo, ne gjithmonë dhe në kushte normale të gjithë haxhint i veprojnë të gjitha këto shtylla të haxhit. Andaj nuk do të neglizhuar asnjë dispozit në haxh. Do të mundohemi që ato që janë sunetet i praktikojmë në mënyrë që Allahu Azza wa Jalla të na pranojë haxhin dhe të jetë haxh mabrur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haxhi mabrur nuk ka shpërblim për të përveç se xheneti i Allahut Azza wa Jalla. Andaj kur shkojmë në haxh është vetëm një mundësi që Allah të na i falë gjitha gjunat, andaj duhet të praktikojmë të gjitha sunetet dhe të gjitha obligimet dhe shtyllat e haxhit. Andaj pra, këto janë në përgjithësi shtyllat e haxhit. Sa i përket shtyllës së parë, ihramit. Ihramit, ndërsa vëllezër, është veshja
e dy pjesëve, një në pjesën e poshtme të trupit dhe një në pjesën e sipërme të trupit, ku mbulohet trupi dhe veshet ihramin. Në momentin që vishet ihrami, derisa të shkojmë tek vendet ku vishet ihrami, aty të nderuar vëllezër, pastaj kemi disa ndalesa për gjatë ihramit. Në momentin që vishet ihrami, spari preferohet që të pastrohemi, të prejmë thënjet, të presim flokët, të pastrohemi, të parfymosemi kështu më radhë, pastaj e veshim ihramin. Në momentin që e veshim ihramin, ndalohet parfymosja, ndalohet prerja e thënjeve, ndalohet prerja e flokëve, ndalohen edhe nikahu, ndalohet edhe martesa në ihram e disa prej gjërave të tjera. Kjo është sa i përket pra ihramit. Ihrami vishet të nderuar vëllezër në vendet ku pas atij vendi nuk lejohet që haxhiu të hyjë pa ihram. Andaj ato vende janë siç na ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Ibn Abasi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vendosur miqatet, ato vendet ku vishet ihrami për banorët e Medinës Dhul Hulejfen, për banorët e Shamit El Juhfa, për banorët e Nejdit Qarnul Manazil, për banorët e Yemenit Yelemlem dhe për banorët e Irakut Dhatul Irq. Dhatu Irq është për banorët e Irakut. Këto pra vende, 5 vende janë pra vendet ku vishet ihrami dhe pastaj hyjet dhe kryen dispozitat e umres apo të haxhit. E dyta është Arafati. Arafati është prej dispozitave kryesore të haxhit. Të gjitha mëdhëbet. Andaj çka është Arafati? Do ta kuptojmë pas një shkputje të shkurtër, qëndroni me ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, rikthehemi në shpjegimin e disa prej shtyllave të haxhit, ku mbetëm tek Arafati. Arafati është njëra prej shtyllave kryesore të haxhit. Është pika kryesore ku plotësohet dhe ku pranohet tek Allahu Azza wa Jall obligimi i haxhit. Dhe Arafati është një vend ku qëndrohet në ditën e 9 të Dhulhijhes. Në ditën e 9 të Dhulhijhes, haxhinjt pra të veshur me ihrama jam mësyn Arafatit pas lindjes së diellit dhe koha obligative për të qëndruar në Arafat është prej namazet e drekës e deri në kohën e akshamit. Këtu haxhinjt i drejtohen Allahut Azza wa Jall. I lutëm për faljen e mëkateve. I bëjnë tasbih Allahut subhanahu wa taala, bëjnë dhikr dhe përkujtojnë Zotin fuqiplot. Dhe këtu falet namazi i drekës dhe i kindis me xhamat së bashku, duke i shkurtuar namazet nga 4 në 2 dhe duke i bashkuar namazën e drekës me të i kindis në kohën e drekës. Dhe kështu qëndrohet deri në kohën e akshamit, duke lutur Allahun Azza wa Jall për falje të gjunaheve. Nga se dita Arafatit është një ditë ku Allah Azza wa Jall ka mundësi ja fal gjunahet njerëzve në përgjithësi. Andaj është ditë që duhet realizuar dhe duhet shfrytzuar në formën më të mirë, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el hajju arafa. Haxhi është Arafat. Pra, pika kulminante dhe kryesore e haxhit është Arafati. E treta prej shtyllave kryesore të haxhit është tawaful ifada, ose tawafi i haxhit, i cili të nderuar vëllezër, pasi që të kryet Arafati, shkohet në Muzdelife, pas akshamit në ditën e 9, pra në mbrëmje shkohet në Muzdelife dhe qëndrohet deri në mëngjes. Pastaj shkohet në Mina, atje pas lindjes së diellit hidhen guralecat dhe pas guralecave atëherë prehet kurban dhe hiqen flokët, shkurtohen apo rruhen flokët dhe kështu njeriu largohet prej ihram që quhet at-tahallul al-awwal, pra largimi prej ihramit, të gjitha gjërat lejohen përveç marrëdhënieve intime me gratë, dhe pas kësaj periudhe, pra pas heqjes nga ihrami, në ditën e 10 që i bie dita e Kurban Bayramit,
në ditën e 10, atëherë preferohet që të shkohet dhe të kryet tawafi ifada, tawafi i haxhit, që duhet të kryet patjetër, sepse është shtyllë prej shtyllave të haxhit, andaj në ditën e 10 të Kurban Bayramit kryet tawafi ifada. Nëse shtyhet për më vonë, nuk ka diçka të keqe, por nuk lejohet që haxhiu të largohet nga Mekja pa e kry tawaful ifada, sepse është prej shtyllave kryesore të haxhit dhe kjo është shtyllë kryesore me ixhma të dietarëve, me konsenzus të dietarëve. Dhe e katërta që ka mos pajtimi se në dietarëve është sa'i nga Safaja në Merwa që duhet të kryet, pra kjo të xhumhuri, por nuk është shtyllë tek mëdhëbi Hanefisit, do që tjetë ne duhet mundohemi që të kryjmë të gjitha ritualet. Dhe për të kaluar tek pjesa e fundit që është maqasid el hajj, objektivat e haxhit. Padyshim që haxhi është njëra prej ritualeve të veçanta. Është ritual shpirtëror që sa do të mundohemi ta shpjegojmë para juve, nuk kemi mundësi. E shijon dhe e përjeton vetëm zemra atij që ka qëndruar në ritualet e haxhit. Vetëm atje përjetohet. Andaj e këshilloj çdo besimtar musliman dhe muslimane që ka mundësi materiale për ta kryer haxhin. Le t'i lër shumë prej gjërave të kësaj bote. Ja vlen. Braktisë disa prej pushimeve vjetore që i bën në Maldive, apo në Turqi, apo në vendet e tjera. Shko, nëse dëshiron ta përjetosh botën tjetër, njëtën e kësaj bote. Shko, dhe përjetoje kënaqësinë shpirtërore duke harruar dynjan dhe duke kujtuar ahiretin. Këto ndjenja ti ngjall prezenca e trupit tënd dhe shpirtit tënd në haxh në Mekë. Andaj, shumë prej njerëzve, milioner, kanë shkuar në vende të ndryshme të botës, por të shkosh në një vend ku është shkëmbin, mbi 50 gradë nxehtësi, dhe të thotë, udhëtimi më i bukur dhe më i mirë dhe më shpirtëror i jetës ka qenë haxhi. Sepse është udhëtim që kujton ahiretin dhe të largon nga brengat e kësaj bote. Andaj, nëse i ke mundësitë materiale, mos e shtyej për më vonë, sepse ke humbur shumë. Shko tani dhe përjetoje këtë kënaqësi që do të më falenderosh mua, pasi të më kesh dëgjuar këshillën dhe fjalën time. Cilat janë objektivat e haxhit? Haxhi ka shumë objektiva dhe qëllime dhe targete. Prej tyre dietarët islami kanë përmendur. E para, tahqiqu tauhid wal ikhlas lillahi ta'ala. Realizimi i tauhidit, njëshmërisë ndaj Allahut azza wa jall dhe arritja e sinqeritetit. Pra, padyshim që sikurse ibadetet e tjera, edhe haxhi njëra prej ritualeve që më shumë ti don ta realizoj besimin një në Allahun azza wa jall dhe largimin nga idhujtaria është çështja e haxhit. Jo rastisht Allahu azza wa jall e ka ndërlidh çështjen e ngritjes së Qabes me largimin dhe pastrimin e Qabes nga idhujtaria. Thot Allahu azza wa jall: "Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud." Tha dhe kur ne vendosëm për Ibrahimin, pra vendin e shtëpisë së shenjtë Qabes për ta ndërtuar, çka i tham? Alla tushrik bi shay'a. Krahas kësaj mos adhuroni dikë tjetër tek Qabja përpos Allahut subhanahu wa taala, mos i bëni shok atij, mos bëni idhujt e tjerë siç bënin Kurajshët e Mekkës. E shumë njerëz të tjerë. Wa tahir baytiya, edhe pastroje nga këto adhurime të kota shtëpinë e Allahut azza wa jall për ata të cilët vinë li taifin, ata që bëjnë tawaf rreth Qabes, për ata të cilët janë në këmbë dhe për ata të cilët i bëjnë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot Imam Shafiu, Allah azza wa jall ka thënë vetëm për haxhin, jo për ibadetet e tjera, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dhe kryeni haxhin dhe umrën për hir të Allahut, për të treguar për sinqeritetin që duhet ta ketë personi në haxh, edhe të njëjtën kohë është transmetuar se gjatë haxhit kurajshitët e Mekës shkonin dhe adhuronin idhuj, pra vepronin veprimet e haxhit për të adhuruar idhuj. Andaj, pra kryeni haxhin dhe umrën për hir të Allahut, që të largoheni nga bistytni dhe adhurimet e kota që janë pra adhurim jashtë Allahut azza wa jall. Kjo e para. E dyta, prej objektivave të haxhit është
Tanqiyatu an-nafsi min al-akhlaq al-madhmuma. Pastrimi i egos, pastrimi i nefsit nga ato veset e këqija, nga ato veçorit e këqija që i ka personi në jetën e tij, sidomos në aspektin e sharjes, në aspektin e ofendimit, në aspektin e fjalëve të ndyta e kështu me radhë. Andaj haxhi dhe haxhiu në momentin që e vesh ihramin, në momentin që shkon tek ritualet e haxhit, ka vështirësi, ka lodhje, ka kallaballak, ka nxehtësi, por dëshiron që ta ushtrojë njeriu, që duhet ta pastroj egon e tij dhe të largohet nga fjalët e ndyta, largohet nga mendimet e këqija të njerëzve, nga se Allahu Azza wa Jall çka na thot? Faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dhe kujt është obliguar haxhi, atëherë nuk ka fjalë të këqija, të kota. Nuk ka mëkate në haxh dhe nuk ka polemika dhe debate në haxh. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dhe çdo sen çka bani të mirë, Allahu e din. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot men hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq. Thot kush e kryen haxhin dhe as nuk flet keq, e as nuk përgojon, e as nuk bën gabime dhe gjunahe, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Do të kthehet i falur nga Allah sikur në ditën kur e ka lind nëna e tij pa gabime dhe pa mëkate. Shikoni se çfarë problemi. Andaj prej objektiveve të haxhit është që ta pastroj nga fjalori i keq haxhiun dhe haxhiken. Objektiva e tretë e haxhit të nderuar vëllezër dhe motra është që ta përgatis haxhiun për ahiretin, për botën tjetër. Në momentin që haxhiu dhe haxhike e vesh ihramin, i rikujton vdekjen. Në momentin që haxhikja dhe haxhiu e vesh ihramin, i rikujton takimin me Allahun Azza wa Jall. Dhe këtë më së miri e sheh në kodrën e Arafatit. Kur njerëzit të gjithë të njëjtë të veshur me të veshur me dy rroba të bardha, i drejtohen Allahut Azza wa Jall. Ta kujton ditën e gjykimit. Ta kujton ditën kur do dalin para Allahut Azza wa Jall për dhënë llogari. Andaj kjo është njëra prej objektivave të haxhit. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Dhe ju investoni, nga se investimi më i mirë është devotshmëria. Për këtë arsye pra na përgatit me devotshmëri për ta fituar ahiretin. Njeriu investon në aspektin material për shkuar dhe për ta kryer haxhin. Por ky është aspekti i investimit material. Allahu dëshiron që ta rikthejnë në një investim më të lartë, në një investim më të madh, që është investimi në botën tjetër. Pra investoni në praktikën më të mirë të mundshme të haxhit që ta fitoni botën tjetër. Andaj pra, kjo është njëra prej objektivave kryesore të haxhit. Gjithashtu, prej objektivave dhe qëllimeve kryesore është madhështimi apo ngritja e simboleve të Allahut Azza wa Jall. Njeriu kur shkon në haxh, njeriu kur ka vendosur shkoj në haxh, kur e vesh ihramin, njeriu kur shkon në Arafat, njeriu kur i hedh guralecet, njeriu të nderuar vëllezër kur kryen tavafin, njeriu kur e pudh gurin e zi, njeriu kur e sheh çabën dhe çan, këto janë prej madhështimit të simboleve të Allahut Azza wa Jall. Allahu ka thënë: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Dhe kush i madhështon simbolet e Zotit, kjo është prej devotshmërisë së tij. Andaj, prej qëllimeve kryesore të haxhit është që ti madhështojmë simbolet e Allahut, që ta duam dinin ton, që të jemi krenar për fenë ton, sepse vetëm kështu do të arrijmë kënaqësinë e këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu, prej objektivave tjera të haxhit që kanë cekur dietarët islam, është edhe ekuilibri në mes të interesave të kësaj bote dhe interesave të botës tjetër. Apo stabiliteti mes interesave të kësaj bote dhe të botës tjetër. Pra, duke shkuar në haxh të nderuar vëllezër njeriu, Allah Azza wa Jall, përveç që ka obliguar që ta ndjej kënaqësinë shpirtërore dhe të falen mëkatet, nuk ja ka ndaluar që ai të arrijë edhe diçka prej përfitimeve të kësaj
të kësaj bote. Andaj Allahu në haxh nuk e ka ndaluar tregtin. Dhe ndoshta në pjesë e madhe fitimeve tregtare bëhet në haxh sepse janë miliona haxhin. Për këtë arsye Allahu azza wa jalla ka thënë: "Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Nuk është gjunah për juve, nuk është ndaluar për juve që të kërkoni prej begative dhe të mirave të Allahut subhanahu wa taala që ju ka dhënë juve. Pastaj Allah azza wa jalla thot: "Li yashhadu manafi'a lahum wa li yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat." Në mënyrë që ju të dëshmoni për ato dobitë që i merrni prej haxhit, si në aspektin shpirtëror, por në aspektin edhe materiale, pastaj ta përkujtoni Allahun azza wa jalla në ditët e njohura që janë ditët e haxhit. Pra, Allahu azza wa jalla këtu siç thot edhe Es-Saadi, Allahu na tregon se sikurse që njeriu arrin ose munduhet të arrijë kënaqësinë e Allahut azza wa jall me ritualet e haxhit, nuk është ndaluar që të arrijë pra edhe atë kënaqësinë materiale në jetën e kësaj bote duke bërë tregti gjatë haxhit sepse nuk ka ndalesë për të. Prej objektivave të tjera të haxhit të nderuar vëllezër është edhe lidhja e zemrës së muslimanit dhe muslimanes me përkujtimin e Allahut azza wa jall, me dhikrin ndaj Zotit fuqiplot. Andaj nuk ka periudhë më të mirë, nuk ka periudhë më komode ku njeriu e lën dhe braktis dunjan dhe ju drejtohet Allahut azza wa jall më mirë se sa ritualet e haxhit. Prej momentit kur hyn në ihram, duke thënë labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, derisa të hynë në Mekë, duhet ta thonë haxhin dhe haxhikat këtë thirrje dhe këtë dhikr të Allahut azza wa jall, e në Arafat la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe në tawaf të lutet njeriu për çdo gjë që ka nevojë dhe ta përkujtoj Allahun azza wa jall. Të gjitha këto pra e lidhen zemrën e robit me Allahun krijuesin e kësaj gjësie. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej këtyre gjërave interesante të dhikri është se Ibnul Qayyim thot, dhikri është shpirti i haxhit. Dhe është ai bazamenti i haxhit. Haxhi pa dhikr dhe përkujtim të Allahut azza wa jall nuk do të vlente, nuk do të ishte interesant. Andaj shpirti i haxhit është përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe në një hadith ka ardhur me të vërtetë është bërë tawafi dhe sa'i me Safas dhe Merves dhe hedhja guralecave për ta ngritë përkujtimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej objektivave të tjera të nderuar vëllezër është barazia në mesin e njerëzve. Veshja e të njëjtës tesh. Dhe mosdallimi i njerëzve kush është i pasur dhe kush është i varfër. Dhe gjithë Allahu azza wa jall janë të barabartë në haxh. Si ai që ka milionat, si ai që nuk ka asgjë, si fukaraja, si milioneri, si pasuniku, si politikani, si ai i cili është bujk, të gjithë para Allahut në haxh janë të njëjtë. Dhe Allahu azza wa jall thotë: "Thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah." Dhe pastaj ju shkoni dhe kryeni në atë pjesë ku shkojnë edhe njerëzit e tjerë. Pra nuk e përmend ku shkojnë pasunikat, ku shkojnë ata që kanë pozitë, po ku shkojnë njerëzit. Pra njerëzit janë të barabartë, për të treguar që haxhi e mbjell në zemrat e njerëzve nocionin e barazisë. Të gjithë janë të barabartë në haxh dhe nuk ka dallim në mesin e njerëzve përveç se me devotshmëri dhe kush e kryen në formën më të mirë. Andaj thot Imam Taberiu në ajetin që Allah azza wa jalla thot: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra." Tha dhe kur të kryeni ju të gjitha ritualet, atëherë përkujtojeni Allahut azza wa jall, pra ke dhikrikum aba'akum, sikurse që i përkujtojeni baballarët tuaj ose më shumë se aq. Thot Imam Taberiu, kjo për arsye se në kohën e xahilietit disa prej njerëzve pasi që i kryenin ritualet e haxhit, ktheheshin dhe mburreshin me baballarët e tyre se ku kanë arritur dhe çfarë pozitash materiale dhe të jetësore kanë ata. Andaj Allah dëshiron që t'ju rikujtoj atyre se pasi të kryeni dispozitat, mos u reklamoni me njëri tjetrin dhe mos u krenoni me njëri tjetrin, por përkujtojeni Allahun sepse ai ju ka dhënë juve të gjitha këto të mira. Gjithashtu prej objektivave të tjera të nderuar vëllezër dhe motra është edhe instalimi i rregullit jetësor për muslimanin dhe muslimanën. Ose
aranxhimi i një program jetësor për muslimanin dhe muslimanen. Ku njeriu prej veshjes së ihramit në vendin e caktuar, pra kur njeriu arrin tek Dhul Hulejfe për banorët e Medinës, duhet ta vesh në atë vend ihramin dhe jo më pas. Pra vendet e caktuara i kemi për veshjen e ihramit. I kemi edhe kohën e caktuar të haxhit. I kemi edhe ritualet e caktuara një pas një të haxhit. Këto tregojnë se muslimani do të jetë i programuar në jetën e tij dhe do të shkojë gjërave me sistem e jo pra në rastësi, sepse kështu do të humbë shumë në jetën e kësaj bote. Gjithashtu prej objektivat e tjera është bashkimi i umetit islam, vëllazërimi i umetit islam, i pasuri, i varfri, ai i cili është i bardh, ai i cili është i zi, ai i cili është me ngjyrë tjetër, ai i cili të nderuar vëllazër është prej një shteti të fuqishëm, ai i cili është prej një shteti fukara, të gjithë janë së bashku. Të gjithë e përkujtojnë Allahun Azza wa Jall, të gjithë duhen me njëri tjetrit, të gjithë respektohen me njëri tjetrit, të gjithë falen për krah njëri tjetrit, miliona njerëz që nuk njihen mes njëri tjetrit, i bashkon dini i Allahut, i bashkon haxhi, i bashkon Arafati, i bashkon Muzdalifja, i bashkojnë ritualet e haxhit. Pra, haxhi dëshiron që ta fuz dhe ta instalojnë në mesin e muslimanëve dashurinë në mesin e tyre. Dhe sikur na thot neve, se nëse jeni të bashkuar do të jeni të fuqishëm. Nëse jeni të bashkuar do të jeni të pastërt. E nëse përçaheni do t'ju humb forca. Nëse përçaheni do të mposhteni, siç Allah Azza wa Jall thot: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Dhe mos u përçaheni në mënyrë që do psoni dhe t'ju humb forca ndaj armikut. Andaj, pra, haxhi na sjell në zemrat tona dashurinë për njëri tjetrin dhe na sjell në zemrat tona dhe na instalon atë rregullin e vëllazërisë së art që duhet ta kemi siç e kishin sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetëm kështu Allahu Azza wa Jall na ndihmon dhe vetëm me xhamatin Allahu Azza wa Jall sjell bereqetin dhe vetëm duke qenë të bashkuar dhe bashkë me hoxhallarë duke i dashur Allahu Azza wa Jall e ngrit dinin e tij. Allahu subhanahu wa taala na lumturon jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Andaj, pra, ky është përfitimi i fundit dhe më i bukur i haxhit dhe objektiva kryesore, pra atij që është bashkimi i muslimanëve. Të nderuar vëllezër dhe motra, elusim Allahun Azza wa Jall, të gjithë ata të cilët nuk e kanë kryer këtë obligim madhështor, Allahu t'i mundsoj kryerjen e tij. Elusim Zotin fuqiplot që ne të cilët e kemi kryer, Allahu t'na pranoj haxhen mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Siç edhe janë lutur edhe pejgamberët, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë njerëzit dhe muslimanët lutën që Allahu t'na bëj haxh mabrur të pranuar dhe një haxh i cili na qet para Allahut Azza wa Jall të pastër nga mëkatet, sikurse në ditën kur na ka lindur nëna. Elusim Allahun për falje. أقول قولي هذا وسمعتم واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.